Edhe punë erdhën për ta marrë me ligje na duket absurde. Dakor. Respekt, vëlla, mirë pashë ditë marrë me 24 në shesh gjithë shqiptarët, o të vdesin, o të themi, bëhemi njerëz si gjithë evropianët, se kjo nuk është. Kjo gjithë s'ka mund t'jenë në shtet nuk ka. Ky është teni dashnore dhe e mos plas të vjen zor, ta them nga ju, se jo nga të tjerë. Po kalofshi bukur. Faleminderit zotëri për telefonatën. E përshëndesim, mirëmëngjesi, mos na lër pas dore këtu në Leningradin e vogël në Tepelen. Këta të kuqt këtu janë trazuar, xhepista, seksista, komunista. Sander Varsja në Karrige, prokuroria e gjykatës fle me ëndra, kujton se do t'i vënë vet. Ngriu një otomant e vegjël në thelë. Ne themi ujku, këta thonë gjurmët. Po të shindje. Pazarja e dëgjuam edhe tërmetin se si këndon të poezi populore. Me që jemi të poezit e famshme, ke përgjatë të Heinrich Heine në 8 varën, në 9 qanë, në 10 ajo pinte qeshte e kështu. Shive pak një që këshim bërë dje për 21 janarin. Në orën 8 ata i vranë, në orën 9 i kallën në varë. Në orën 10 ata që i donin, pinin verë të kuqe dhe festonin. Të sikletos edhe e vërteta me i herë. Qa sikleti, dakor, 069-27-22-27-2, miqtë të dashur, mesazhi tjetër na thotë gjëra edhe më të rënda. Përshëndetje, Venezuela, pastaj Grenlanda, ndoshta më vonë e ka radhën Europa. Trump më duket se jesh futur mirë. Rama shkon edhe me djallin për karrigen e tij, po kjo nuk diskutohet, por ka një pazar me djallin e parë. Prandaj ne po pyesim sot, Rama me Trump apo me Soros? E di që zoti Kolliçi e kishte parashikuar temën e sotme në kafe shetur dhe ka një opinion shumë të rëndësishëm që kam dëshirë të ta dëgjojmë patjetër. Kukulla e tij thot ka ca halle madhore, nuk i përgjigjet dot për momentin vëlla Aleksit. Alex Soros po nxit së fundi me një fushat kundër presidentit Trump dhe po del në krah të kritikëve të tij pas ndryshimeve të mëdha që po ndodhin në skenën botërore. Soros e sheh mirë se nuk lëviz më fijet në prapasken dhe nuk merr më vendime, ndaj bën gjithçka mundet për të sulmuar kreun e shtëpisë së bardhë. Kukulla e tij më e njohur dhe më e bindur në Europë, Edi Rama, nuk i përgjigjet dot këtij apeli për momentin, ai ka halle më të mëdha. Laku i drejtësisë që po i merr edhe Belën i është afruar shumë edhe karrigës së tij. Dhe ky që për hatër të Soros e quajti Trumpin turp për civilizimin botror, sot është gati të hidhet i pari në zjarr për të dhe të jap ishuj nga iluzioni i dëshpëruar se kështu do të administrohet korrupsioni dhe lidhja me krimin dhe kartelet e drogës. E kot kjo shpresë kur dihet se rekordet e tij janë në dosjen e punës së administratës Trump. Megjithatë për momentin